Shpeshherë mbaj mend fundin e klasës ku kam qëndruar vetëm, pa një shok banke që secili do i shrit me idenë e tillë. Jam kriju, po në atë kohë nuk kanë qenë që unë i ku marrë si të mirëqenia, me qenë se unë nuk e kom ditë se çka konsiderojnë bullizim në kohë. Pastaj është qasja e mësimdhënësve ndaj meje, me qenë se unë kam folë me një ton jashtëzakonisht ulët, me një person i cili ka qenë jashtëzakonisht i sjellshëm edhe i urtë në bankat shkollore, ka kriju edhe një pretekst negativ tek unë. Me qenë se shumica nuk më kanë trajtu mjaftueshëm mirë gjatë pjesës shkollimit, ky ndryshim ka sjell në fakt një periudhë jashtëzakonisht gjatë, një periudhë që ka ndikuar edhe në rezultatet e mia të shkollimit, me qenë se nuk ish me ideja që profesorët kanë me të kuptu ty pse ti nuk po flet, po kanë me të paragjyku pse ti nuk je i mirë në rezultate. Ndoshta unë kam qenë i mirë në rezultate, po kam qenë qatë që kom folë me një tonë jashtëzakonisht ulët, sa që nuk më kanë kuptu çka unë e kom deshtë me paraqit. Kjo ka qenë edhe një formë që atëherë nuk e kom kuptu se çka nënkupton. Këtu janë situata që vazhdojnë me përcjell gjatë gjithë jetës.